Në qoftë se ju jeni për qytetar tu, votojmë 6% që të parin. E kena votu çdo herë. Ka dështuar për herë të dytë zhvillimi i mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Shkodrës. Këshilltarët e Partisë Demokratike vendosën të largohen nga salla, ndërsa socialdemokratët nuk morën pjesë në këtë mbledhje, pasi e kishin paralajmëruar më herët një bojkot të tillë, duke cilësuar rendin e ditës si të motivuar politikisht dhe abuziv në prag të zgjedhjeve të 11 majit. Zëvendës kryetarët e Bashkisë së Shkodrës theksuan se projekt vendimet në rend të ditës ishin të një rëndësie të veçantë pasi përfshinin miratimin e fondit prej 6% të ndihmës ekonomike, menaxhimin e sezonit turistik në plazhin e Velipojës dhe investime në fushën e kulturës. Ata e cilësuan vendimin e bojkotit të motivuar politikisht dhe që nuk i shërben interesit të qytetarëve. Të vjen keq që nuk patë mundësi për me prezantu, dhe kjo s'ka të bëjnë lidhje fare as me politikën, s'ka të bëjnë as me kohën, se sezoni po fillon. Hajde ta shtyjmë, ndërkohë me shtyjmë, në gusht do miratojmë. Pra është një mundësi e mirë të menaxhojë 100% nga bashkia, nga shoqënia aksionere. As ka lidhje pasaj këto të tjerat janë prallë elektorale që jo janë biznese private mbrapa, jo kush shihet, pra është thjesht mesazh politik. Mesazhi është i qartë, shërbim në qytetarëve të Shkodrës me një plazh ekonomik të lirë, përbarueshëm dhe të diferencoheshëm nga gjithë plazhet e tjera në Shqipëri. Është sota herë që bie në këtë Këshill Bashkiak projekt vendime për kalimin në favor të Bashkisë Shkodër të pasurive të ndryshme. Gjithmonë anatemohet me idenë jo do i merrni, jo do i bani dhe asnjëherë nuk kena një konsensus as për kalimin e këtyre pasurive në favor të Bashkisë Shkodër. Nuk e di, kjo është një situatë e papranueshme, kam përshtypjen dhe jo korrekte e majtur nga ana e këshilltarëve. Nëse çdo projekt vendim, nëse çdo lloj propozimit mund të jep një ngjyra politike, ndihma ekonomike ka vetëm një ngjyrë, atë humane. E ne për një kapriço politike 3-4 ditë para fushate që s'ka asnjë lidhje me ndihmën ekonomike, nuk di se çfarë ngjyret apo çfarë nuance të jap, përveç se neglizhencë. Edhe këshilltarët e mazhorancës e konsideruan bojkotin si një akt të turpshëm që vë interesat partijake mbi nevojat reale që ka komuniteti i Shkodrës. Hera dytë që kolegët e partive të tjera politike braktisin mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Kjo nuk është për qëllime dhe për të mirën e qytetit të Shkodrës, por është për qëllime të vetme elektorale dhe partijake. Qytetarët e Shkodrës duhet të jenë të vëmendshëm dhe ta kuptojnë situatën të cilën gjenden sot, sepse të braktisesh për herë të dytë 3 projekt vendime shumë të rëndësishme për qytetin e Shkodrës, ku ky është projekt vendimi më i rëndësishëm për sa i përket hapjes së zonit turistik, ku sot është prezent edhe kolegu jon i nderuar Gjovalin Doj, i cili është banues në Velipoj dhe e ka pa të arsyeshme për me kanë pjesë e kësaj mbledhjes edhe për të më vazhdu me procedurën e votimit dhe për ta çuar përdej punën hapjen e sezonit turistik. Qytetarët e Shkodrës me datën 11 maj duhet dinë ta vlerësojnë këtë moment, pra të bëhen pjesë e transformimit edhe punës të mira që po bëhen për Shkodrën, jo të bëhen pjesë e bllokimit edhe shkatërimit, sikur po bëjnë partitë e tjera politike. Mendoj që edhe ju si kryesi duhet merrni në konsiderat faktin sepse ne nuk mund të kalojmë ligje, po nuk kemi kurumi i duhur. Që do të thotë që duhet një marrëveshje paraprake, para se më ardhë mu paraqit para gjithë Këshillit Bashkiak lista e neneve që miratohen, dhe për këtë arsye është e domosdoshme që të ketë gjithnjë një marrëveshje paraprake dhe një bashkëpunim nëse është e mundshme për të mirën e përgjithshme. Krejt shkurt. Në mënyrë që edhe ne kur vim këtu në procesin final të kemi një produkt final që është pozitiv dhe që shkon atje larg retorikës politike. Menjanojmë retorikën politike të krahut të majt, të sallës, po edhe ne praktikisht retorikë politike po bëjmë. Do kisha dashur me ju kujtu të gjithë anëtarëve të Këshillit Bashkiak, qoftë kolegëve nga Partia Demokratike apo ata që nuk erdhën fare në mbledhje, detyrën e një anëtari të Këshillit Bashkiak, që është përfaqësimi i qytetarëve dhe të jenë zani i tyre. Megjithse në këtë mbledhje, një prej këshilltarëve bashkiak që ka ardhur nga rrallët e socialdemokratëve, Gjovalin Doj, vendosi t'i bashkohet Partisë Socialiste, kjo nuk ndikoi që korumi të kalonte rendin e ditës. Në javët e fundit në prag edhe të afrimit të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, akuza dhe retorika politike është forcuar edhe më tej në Këshillin Bashkiak të Shkodrës
ndërsa përçarja më e madhe duket se do të jetë ajo mes socialdemokratëve dhe socialistëve që deri më sot kanë patur një bashkëpunim edhe në Këshillin Bashkiak.